Bardhiera ish futbollisti minjor I Vllaznis, kampion me Vllaznin, antar ekipit kombëtar dhe aktualisht edhe pjesë e rëndësishme e forumit të lartë të Federatës Shqiptare të Futbollit si antar I Komitetit Ekzekutiv. Bardhi në Shkodër, vini vazhdimisht për sot një ditë e veçantë. Sigurisht, një ndeshje miqësore me Valladolid e Spanjës është me të thënë të drejtën diçka e rrallë për faktin se kemi 35 vite që jemi larguar nga futbolli I luajtur dhe shumë rrallë janë këto mundësina dhe mendoj se duhet jetë edhe duhet ta stimulojmë këtë për faktin e mirë do të thoja duke pas parasysh se ka shumë isha që kanë kontribuar për këtë vllazni dhe kur e shoh stadiumin shumë bosh është një keqardhje për mua sepse duhet jetë organizimi shumë më I shnosh do thoja, sikur edhe gjithë shkollat e qytetit tonë vinë të shohin ishat jashtë një inspirim I cili mund të ndikojnë jashtëzakonisht mirë edhe për të ardhmen e futbollit shkodran. Në aspektin profesional dhe të grupit tuaj këmbësore me ekipin spanjoll, ja vleti edhe për ju për të takuar me kolegët tuaj në vite, sepse nuk janë të shpesha dhe takimet duhet theksuar si ky sotmi. Sigurisht, ky lloj diskutimit u diskutua edhe para se me fillu domethënë, sepse me të vërtetë jemi shumë larg njëri tjetrit dhe duke menduar, duke organizuar një forum që të paktën 2 herë në muaj të mblidhet ekipi I veteranëve do të ishte shumë pozitive, do të ishte e shnoshtë edhe për shëndetin ton, por edhe gjithsesi domethënë edhe për futbollin e Shkodrës do të ishte një emocion sepse nëse sot nuk e din, nesër do ta marrin vesh se kanë luajtur veteranë dhe një ndeshje tjetër mund të jetë shumë atmosfera shumë më e bukur. Bardhiera, në këtë fushë ju jeni rritur si futbollist dhe keni shumë kujtime, patjetër, por do doja ato më të veçanta tuaja, sukseset në kulmore me vllaznin. Kam pas shumë me të thënë të drejtën, por emocioni më I madh është momentin kur unë isha 19 vjeç, kisha ardhur për herë të parë me trajnim tek vllaznia dhe profesor Gjoda tani që është bërë për Ahmet Minjori Gjevdet Shaqiri ishte një trajner I jashtëzakonshëm, më dha mundësinë që unë mas 3 ditësh të loja në Gjirokastër, ishte ndeshja e parë e imja dhe ka qenë një emocion I cili nuk përshkruhet për vetë faktin se nuk ishte ëndër për mua që të hisha me vllaznin, jo mund të luaja në formacion. Kështu që ka qenë gjëja që mua më ka godit në atë rinin time. Por një nga të veçantët tjera ndoshta edhe më e bukur është edhe ju I morët fanelen të mallit Sababizi. Pastaj largimi nga futbolli I mjeshtit të mallit Sababizi u shoqërua me një ceremoni ku Bizi ju dorëzoi fanelen. Pastaj ato janë, unë do ta quaj me fat që kam pas atë lloj mundësie sepse Bizi ishte një I vetëm dhe I papërsëritshëm do të thoya në futbollin shkodran. Kështu që e kam pas atë fat dhe jam munduar me të thënë të drejtën për t'ia plotësuar atë lloj stadi që kishte ai njeri, por ishte e pamujtur, ishte një lojtar që vetëm Sababizi dhe po ti kujtohem ose të referohem kohës kishte shumë njerëz që thonin Sababiz nuk bën më nana, kështu që ishte për mua shumë e vështirë. Bardhi, e veçanta juaj është sepse ju vazhdoni të jeni në elitën dhe në emocionet e futbollit, krahas futbollit të luajtur, ka disa mandate rradhësi që ju përzgjidheni si antar I Komitetit Ekzekutiv në Federatën Shqiptare të Futbollit, një vlerësim që kupola më e lartë e futbollit në Shqipëri ju beson. Them që futbolli është një dashuri e cila nuk mund të ndrohet dhe prandaj edhe jam aty ku jam për faktin se normalisht nuk jam marrë me trajnimin dhe jam marrë me biznes normalisht gjatë gjithë kohës, por futbolli ka qenë gjatë gjithë jetës time diçka e veçantë, prandaj edhe ndoshta jam personazh që mund të kontriboj dhe do të kontriboj
deri sa të kem mundësi për futbollin. Për ta mbyllur, e mendoni vllaznin kampioni pas shumë vitesh ka ardhur momenti i duhur që në këtë fazë finale? Mendoj se është momenti i duhur, duke pas edhe parasysh rrethanat, duke u referuar ndeshjes të Dinamos të djeshme 120 minuta, ditën e diele kemi me Dinamon. Mendoj se Dinamo është e lodhur në këtë moment, kështu që duke pas parasysh që edhe ekipi jon i ka të gjithë lojtarët në dispozicion, po kthimi i balës tek goli janë disa faktorë të cilët unë mendoj dhe shpresoj që mas një çerekshekullit na sjellin kampionatin e 10 në stadiumin ton. Bardhiera, faleminderit për të mendimin dhe shpresojmë dhe urojmë të realizohet kjo dëshirë dhe ky parashikimi juaj për vllaznin kampione. Mersi edhe për mua.